Kombëtarja e Kosovës dhe Zvicra u ndan baraz 1-1 në kuadër të grupit B të kualifikimeve në ndeshjen e luajtur në Fadil Vokri të Prishtinës. Atmosfera e zjarrt përkundërse tërkohën mbi ndeshje, mbi 10.000 shikues ishin të pranishëm në stadiumin e kryeqytetit të Kosovës. Ishte një mbrëmje e fortë nga një perspektivë sportive, por jashtëzakonisht e ngarkuar emocionalisht, shkruan mediumi zvicerian Blik për këtë ndeshje. Gjendja shpirtërore e tifozëve të Kosovës në Granit Xhakës luati shumë. Fillimisht emri Xhakës u prit me duar trokitje të ngrota, kur u njoftua formacioni startues i Zvicrës, por më vonë çdo prekje e topit u prit me fishkëllima, shkruhet më tej. Fishkëllimat janë gjëja e fundit që prisja, veçanërisht këtu në shtëpi, tha vet Xhaka pas ndeshjes. Më dhem, por duhet ta pranoj këtë, u shpreh më tej lojtari. Fishkëllimat e drejtuara ndaj Xhakës po bëjnë që lexuesit e Blik të tundin kokën me mosbesim. Erika Strejt shkruan, as gëzimi i fitoreve nuk mund të shprehet lirshëm. Xhaka duhet i duroj me qetësi fishkëllimat dhe praktikisht të justifikoj ato në mënyrë që kosovarët të mos ndihen të provokuar përsëri. Mjafton vetëm një shkëndi dhe zjarri ndizet. Për çfarë bëhet fjalë? Komentuesi Andi Mosiman gjithashtu dënon sjelljen e spektatorëve kosovar. Rrallë kanë parë spektatorë kaq jo sportivë dhe të pandershëm, shprehet ai. Lexuesi Michael Eager mund ta kuptojë mirë se fishkëllimat e lënduan granitin, por nuk mund t'i kuptojë vetë fishkëllimat. Megjithatë, ai është shumë i gëzuar që Xhaka e udhëhoqi Zvicrën direkt në kampionatin botëror, në një fushat fantastike, kualifikuese. Unë me të vërtet mezi pres ndeshjet me organizatorët fantastik në Kanada dhe Meksik, shkruan ai. Megjithatë, lexuesi Walter Portman ban një pikpamje pragmatike dhe thotë, si një profesionist i vërtet, Xhaka duhet të ngrihet mbi këtë dhe thjesht të buzëqesh. Një tjetër komentues zvicerian, Andy Meyer, shkruan, më vjen keq, por ishte vetëm një barazim fal shumë fatit. Nuk ka shumë për të festuar pavarësisht kualifikimit, pa imagjinat, pa asnjë presion apo vullnet për ta përfunduar kualifikimin me një fitore të madhe. Edhe Max Meyer gjithashtu kërkon më shumë nga Zvicra. Nevojitet më shumë angazhim, komenton ai. Megjithatë, në përgjithësi reagimet pozitive i tejkalojnë qartësisht ato negative në faqen e Blik. David Smith është i befasuar nga kritikat e ashpra. Ky është kualifikimi ynë më i fortë në Kupën e Botës ndonjëherë, i arritur nga ekipi më i mirë zviceran ndonjëherë, nënvizon ai. Edhe Markel Berch gjithashtu i sheh gjërat pozitivisht dhe uron ekipin kombëtar për një kualifikim madhështor. Ai vlerëson punën e mirë të Federatës së Zvicrës dhe të lojtarëve, duke e parë atë si një dëshmi të qëndrimit kritik brenda futbollit zviceran. Kritika është e rëndësishme për zhvillimin e vazhdueshëm të ekipit, edhe pse jemi një vend i vogël, nuk duhet ta nënvlerësojmë veten. Ndërkohë një tjetër komentues shprehet, kushdo që ka edhe një kuptim bazë të futbollit, e di se kush është figura qendrore në këtë ekip. Padyshim është Graniti, transformimi që ai ka pësuar vitet e fundit është thjesht i jashtëzakonshëm.